sepse nëse i referohemi dhe trendeve të ndryshme të ndara, para disa ditësh po lexoja raportin e fundit të Booking.com, shohim që për herë më tepër turistët, sidomos gjeneratat e reja, janë bërë të ndjeshëm ndaj impaktit që kanë udhëtimet e tyre në komunitetet lokale. Pra duan të lënë të kenë pushime dhe të ndihen mirë, të jenë të qarta dhe të matshme efektet e pushimeve të tyre, si për sa i përket ekonomisë lokale, pra duan të sigurohen që vërtet ata po kontribojnë në përmirësimin e jetës së vendasve dhe jo e kundërta, por gjithashtu janë për herë më tepër në kërkim të eksperiencave që janë miqësore me natyrën dhe pse jo dhe të ndikojnë në restaurimin e natyrës apo të resurseve të ndryshme, të cilat në fakt i bëjnë dhe pushimet e tyre të veçanta. Dhe cili është një problem në fakt ose disa, nëse nuk zgjidhen tani, ose në këtë kohë, mund t'i kushtoj Shqipërisë turistët e së ardhmes? Mendoj që është shumë e rëndësishme zgjidhja dhe përmirësimi i transportit publik, dhe këtu nuk flas vetëm për linjat kryesore të qytetet kryesore, por unë ndërroj Shqipërinë që të lidhi me transport publik dhe fshatrat e thella, të cilat e mbajnë gjallë në fakt kulturën tonë, që ndonjëherë ne nëpër qytetet e zhvilluara e harrojmë ose për të përqafuar zhvillimin e kemi më të lehtë të mos e vazhdojmë ta mbajmë gjallë. Por gjithashtu mendoj që vazhdon të mbetet një problem dhe ne na e thon turistët edhe këtë vit, është menaxhimi i mbetjeve. Pra, ende kemi problematika me plerat, pra jo domosdoshmërisht me ndotjen, sesa me faktin që si kemi dhënë zgjidhje definitive kudo në Republikë, menaxhimit të plerave, mund të them për shembull që Berati është duke u bërë një punë shumë të mirë në menaxhimin dhe në bashkëpunimin dhe me qeverinë zvicerane.